Alfred Sako zbraz fjalorin ndaj Fatos Nano si në veritshëm diq në Halloween. Vrasësja zemajdarit komunist dhe i shëmtuar. Pas vdekjes së ish kryeministrit Fatos Nano ka patur reagime të shumta nga figura publike të cilat i shprehnin ngushëllime familjes dhe kujtonin punën e ish kryeministrit socialist, por konspiracionisti Alfred Sako është kundër rrymës. Ai ka postuar një status në Facebook ku vjell vrerë ndaj të ndjerit Fatos Nano. Sako i ka numëruar të gjitha të këqijat Nanos ku i vendos epitete si me origjinë komuniste apo burr adoleshent. Ai shkon më tej se politika e tij dhe merret me jetën personale dhe pamjen e Nanos, të cilin e cilëson si një i shëmtuar, si askush i rangu të vet nga pamja, i përkëdhelur nga biografia, pragmatist, i çrregullt, hedonist dhe pianec ekstrem, duhanxhi i neveritshëm. Konspiracionisti akuzon për nxitës korrupsioni dhe i quan madje edhe hajdut. Mëtej e akuzon se tentoi të fuste luftën civile në Kosovë nëpërmjet ish sigurimsave, oficerëve të ushtrisë së kuqe, shiksave të Fatosklosit, vrasësja zemajdarit dhe drejtuesve të FARC në Tiranë. Në fund, shprehet se nuk ka vdekur rastësisht në ditën e Halloweenit dhe hipokritisht ngushëllon familjen e tij duke uruar që ta kenë karmën sa më të butë. Ja dhe postimi plot i Alfred Sakos, konservator dhe me origjinë komuniste, i shëmtuar si askush i rangut të vet nga pamja, i egër në vazhdimin e luftës së klasave, pseudo-liberal, llafegjat dhe mendje shkurtër, burr adoleshent, sqimatar pa tradit, i rritur në shtëpinë e grabitur nga komunistët, i përkëdhelur nga biografia, pragmatist, i çrregullt, hedonist e pianec ekstrem, duhanxhin e veritshëm, megaloman dhe pa kulturë të përgjithshme, me formim profesional të padobishëm për funksionet që mbajti në interes publik, ish kujdesur kur histe firma dhe ironik me nevojtarët, pseudo-tolerant, kur s'kishte këllqe, tipik përfaqësues si një takëmi moskovitësh vlaho ortodoks labo komunist në Shqipëri, Kumarxhi, pseudo-patriot që tentoi të fuste luftën civile në Kosovë nëpërmjet ish sigurimsave, oficerëve të ushtrisë së kuqe, shiksave të Fatosklosit, vrasësi i Hazem Hajdarit dhe drejtuesve të FARC në Tiranë, zbatuesi i Katovicës, ramiste së bashku me Berishën, iniciues i korrupsionit të lartë shtetëror, hajdut i fondeve të agjensive shtetërore, post telekomunikacion, dogana, tatime, kesh, anti-europian dhe moskovit, prandaj amerikanët dhe CIA futën në burg, e urente Gegnin dhe muslimanët, shfrytëzoi politikën ndërkombëtare pas 11 shtatorit 2001 për të trysnuar musliman e shqiptar, ashtu si komunistët pas viteve 43 me serbët dhe internacionalen komuniste në Shqipëri që shtypën e vran Gegët dhe muslimanët moskovçarës për fatin e Shqipërisë. Egoist, iniciues i lartë i sëmajtës për prishjen e familjes dhe martesat me dashnoret, frikacak dhe harpagon që ja shiti Partisë Socialiste të Ujve asetin e smajtës në Shqipëri, për pleqërinë mondane të bythës së vet, pazarxhi dhe konjunktural, i pa princip dhe me hënë. Konjunktural dhe pashije historike përballë armiqve tinzar, kundër interesave të shqiptarëve, jo rastësisht diq në ditën e Halloweenit, kur demoni krijoi flijime, edhe kur ka bërë diçka të mirë për shqiptarët, e ka bërë nën tutelimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, që të mos zgjatem kaq për të si politikan, për ikjen e qytetarit Fatos Nano nga kjo botë, ngushëllim e familjes. Zoti e mëshiro Fatos Nanon e pas karmën sa më të butë.